Pyetja e fundit hoc, a u be çkit pyetjeve, shka është be punë në hoxhove, shumë Ka da bezëm tu, të kalë zënjër pyetje, masane thuj ashtë. Shumë e parashtrojnë, nuk e kuptoj pse. Hajde edhe një herë, që kjo është e para dhe e fundit në emision tonë që parashtrohet kjo pyetje. Se shumë parashtrohet. Thotë kështu. Selam aleikum hoxh, deshta me vet, bira pa alkool është haram me e pi. Aleikum salam wa barakatuh. Shënëm, birat për alkool është mirë, pa alkool është mirë këto pyetje mi bu ka Shqipëria. Pse? Te na si ha pazare. Po da. Në Maqedoni thotë bira ama alkool, pa alkool marrë është me pi. T'jemi të qartë, nuk ban me pi. Edhe s'ban me pas në mbi tavolinat tona Bavaria. Shishe të birave, pa më parasysh janë me alkool, a janë pa alkool. Është një pyetje që më kujtohet mati, ja parashtrojnë Shekh Albanit, djetarit madh shqiptar, Nasreddin Albanit. Dhe i thonë hoxhin nderuar, a lejohet me e mbajt një orë e cila është me ujë të arit, e ngjyros, e verdh, orë e verdh me ngjyrë are. Ai nuk është are, është ekër, qelik, kodjo çfarë materiale, sa më rëndësi, ama kështu duket ketë orë e arit. Ngjyrë ari. Ari për mashkullin është haram sipas Islamit. Është ora nuk është e arit, ama ari duket. Thot Nasreddin Albani, thot kjo pyetje ka dy përgjigje. E ka përgjigjen e parë akademike dhe ka përgjigjen e takvallëkit, e devotshmërisë, e snafllëkit e në shkupi thoj. Me Islam nuk është haram me pi çdo pije që s'ka alkool. Nëse një pije s'ka alkool, nuk është i dëmshëm për shnetin, se edhe kiselina s'ka alkool, ama me pi t'i gjek zort. Edhe varikini është shumë i keq. 0 alkool. 0 alkool, ama atë me pi shkove, se anim i përzitu dijat bashkë, që pa e pi shkon toksikologji mbaran. Edhe një pyetja a shpëtan. Po, çka du me thonë? Nëse një pije s'ka alkool dhe nuk është i dëmshëm për shnetin, rregulli fetar është lejohet me e pi. Nuk ta çon bark. Për takvallokut, për devotshmërisë, për respektit e ndaj mundit të madh të shumë xhallarëve që elhamdulillah e kanë sjellë shoqërinë tonë deri në atë nivel që ta mbrojnë nga bira dhe alkooli, ti nuk guxon me konsumu një pije e cila është pikërisht identike në pamje dhe duke me birën. Dhe prej devotshmërisë, prej snafllëkit është që këto bira mos me i konsumu dhe mos me i pi. Pse shoqëria jonë dhe urfi dhe tradita jonë nuk e ban këtë. Dhe nuk e toleron këtë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu me vesh, i thonë gjuhën arabe libasu shuhra, robën me cilën teshën, me cilën ti dallosh prej tjerëve. Sikur se sot me thonën a lejohet në Shkup me hec me galibi. Lejohet me hec në Shkup me galibi. So është një robë e cila dallon prej tjerëve. Islami nuk ka, s'ka zbrit në Islam një robë e caktuar. Me thonën keni me vesh galibi, keni me vesh pantallona, keni me vesh sakoja, keni me vesh xhamadona, sikur ato muskatllon që veshin ato xhamadona që i kanë ata. Keni me vesh tirçi. S'ka në Islam kështu. Keni me vesh rrobat e vendit ku jetoni ju. Rrobat tradicionale tuajat. Veç nuk ban me qenë prej mëndafshi, nuk ban me qenë avrejti me të duk, të ngushta, mos me të përshkru trupit, nuk ban me qenë të përlyme, me fritësira që janë ndalume me fe, dhe nuk ban me qenë më të gjata se zogu i kambas. Këto janë rregullat feta. Edhe i vesh ato rroba që i vesh tradita, e lejon tradita e vendit tonë. Tradita e vendit tonë nuk e toleron dhe nuk e arsyeton dhe nuk e ban konsumimin e birave pa alkool. Andaj thamën të kemë frikën Allahut vëllezërit tonë dhe që këtë pije të mos e konsumojnë në vende publike. Por unë i këshilloj që edhe në shtëpiat e tyre private të mos i konsumojnë këto pije, nga se janë
identike në dukje me ato që kanë alkool. E fëmiu yt, Bavaria. kur të të shohë ty të pi bira, nesër edhe ai do pije bira, veç diçka ka me gjetë. Ai do vije pianet të shtëpia, se bira me alkool do pije. Sa ai nuk është gjendje me kuptu dhe e mbetet në kokën e tij. Pse thove në fillim këtë pyetje mirë në Shqipëni me parashtru? Pse ka vende që kjo tolerohet dhe nuk kanë kësi tradite dhe nuk kanë kësi perceptime ndaj kësaj dukurie. E marrin ma shtruar këtë si ndodhi dhe si një ndryshim botëror. Edhe janë konë të varur për udhëzimit. Është më e lehtë vë do këtë pa alkool. Shefe, nëse pinë me vahekat madhin e vjetër, këto dhe na dalë problem ma i madh, shtash. Kemi mështi unë të tërë lafta, më kupton që s'po du me hinat, nuk u gjejmë. Na me pi që me na hek madhin e asaj haramit që kemi pas në të kaluarën. Unë sinqerisht nuk shtash pse na jemi sprovu e themi këtë, sa që sprovu ndoshta dhe edhe shihet e njerëzve dallojnë, e kuptoj, nuk ka rregulla fikse në shihet. Për shembull, ti ki qef lang moll, unë lang portokalli, s'kam drejtë me thonë, lang moll, hapi njëri, aty lang portokalli, hapi njëri. S'ka, s'kemi të drejtë askujt në shihemi u përzi. Po unë me të vërtet s'mundem asnjëherë me kuptu çfarë lezeti mundet me pas me pi bira pa alkool. Nuk kam se kam qartë edhe se ne kisha kuptu. Dhe ka dallim tjetër që është lang Elbi. Du të me pas parasysh, janë disa langje tjere, është lang i Elbit. Nuk është birë, është lang i Elbit, është krejtësisht proces tjetër, dhe janë me aroma të ndryshme, do thot artificiale, moll, shejku, diçka në. E që në disa vende i mbikëqyri shteti ata, e që kanë edhe ambalazhin e kanë, ndryshe prej birave që mi mësu në vendet tona me i pa. Ajo është vetëm se ma një tregim tjetër dhe janë vende shembull islame ku vetë shteti e mbikëqyri dhe për kujdeset që mos vallë ndodhe që gjatë përgatitjes atyre dikush mos bojnë ndonjë manipulim që edhe të shtin alkool sasit alkoolit në ato pije. Unë në vendin tonë, në Maqedoni po flas, nuk e lejoj konsumimin e birave pa alkool. Shkaku se tradita një gjë tillë nuk e lejon. Sikurse që nuk e lejoj që dikush i tham nuk ban, jo, se unë shkoj dikujt ja marr shishën prej tonë, i shohim me alkool tu pije, nuk ja marrim as kujt birën, mos të keq kuptohem, jam kupton. Po i tham mos e pi. Këtë drejtim, i tham mos e pi, mos i konsumo birat pa alkool, se s'na kanë hije neve besimtarve këto. Tradita janë se lejon një gjë të tillë. Edhe kjo është një mundësi për me hap derën që ai që qep prej larg me mendu se që ka bo halal me pi bira saj se she, se dhe 0% me shumë shkronja të vogla ishte shkrume, nga zep me gjejta, më kuptan. Ai që shep prej larg, thot, ka na bo halal mu me pi, kur ta shof edhe dikan animotena me pa dikan musliman, kështu, se në të pi, thot që ka bo halal. Qështu e bëdën Hoxhës Ahmet Kalaja, atë skandalin video, në vëtën. Që Hoxha kinse ato pi birë, në fakt ai ka pi 0-0. Si do qoftë, Allah i shpërblej, thotë sikur që e thash, krejt çdo vend i ka pyetjet e veta, i ka edhe përgjigjet e veta. Unë jam të fol për një vend fetar, musliman, tradicional, ku kemi tradit, ku kemi rregullore, ku kemi mare, ku kemi turp, ku kemi edep, ku kemi bonton të jetesës, bonton të përshëndetjes, bonton edhe të pijeve në kemi. Elhamdulillah, në 99% të lokaleve që jetojmë në komunën e Çajirit, s'ka fare bira, do të thotë, dhe s'ka alkool. Muj me thonë 100%. Elhamdulillah. Nuk po tham 100% se dikush da e gjejnë ai shub ku ka alkool të shkojë dëmdëmantoje, andaj s'po tham 100%. Ndoshta ndonjë lagje maqedone mundet me bëu hakime pas, andaj edhe s'po tham, po elhamdulillah shumica e lokaleve tona nuk
Nuk shesin se s'ka kush i blen shoqëri Zotit. Alhamdulillah. Dhe askush nuk i dënon nëse blen, po e din se një gjë e tillë është e dëmshme për fenë e tyre, për shëndetin e tyre, për xhepin e tyre, për familjet e tyre, për moralin e tyre, për harmoninë familjare. E dim na familjet që konsumojnë alkool më të madhe, çdo dytë natë kanë paraqesin dhunë familjare sepse vjen buri pianec apo gruaja pianece dhe ndodh ajo që ndodh. Elhamdulillah, kjo është një e mirë që na duhet të erujmë së bashku dhe nuk guxojmë me dhënë mesazhe të gabuara dhe të ndreq vetulla me çorrusit. Allah e din më së miri, kjo është një qëndrim i imi që unë kështu e ku mendu si hoqë që jetoj në këtë vend dhe qarkulloj në këtë vend dhe mendoj se për shoqërinë tonë më e mira dhe më e shëndosha do të ishte që na kështu të veprojmë. Allah e din më së miri. Amin.